Ke trezuar shumë ujëra në Partinë Demokratike, duhet theksuar kjo. Fillimisht, para se të futemi edhe në diskutimet pak më teknike politikisht, si ndihet familja jote në gjithë të betejë, në gjithë të sulme, kur shikojnë djalin e tyre i mësuar tashmë, besoj, edhe pas atyre peripecive që kalove me arrestimin, me burgimin e tjerë. Mësuar është, po themi, një fjalë për të thënë, pra unë shpresoj që të jetë kështu, që të jenë mësuar, për shkak se vetë jam mësuar, do të thënë është kur prek disa nivele pa drejtësie dhe po themi amplituda është të caktuara emocionale, por edhe profesionale, bie shumë i përgatitur, po pa diskutim që ka shqetësimet e veta, nuk mund t'i që... Nuk është aq e lehtë, se duket e lehtë nga jashtë. Është një përpjekje që unë bëj në mënyrë të erpaseshme për të shmangur nga kjo, po themi, betejë ime. Kjo është një betejë që është e imja, është e përbotshme në fakt si shqetësim. Po të shikoje fjalimin pas fitores së këtij Peter Magjar në Hungari, po thoshte që tek podcasti parë ku doli për të rrëfyer ndarjen edhe për të denoncuar, po themi, kalbëzimin moral qeverisjes Viktor Orbanit. More thot mamaja në telefon edhe më tha të lutem ose bëj pse do të bësh të betejë tjetër, sepse secili mund të zgjedhë ratin e vet në fund, por unë besoj që po bëj një betejë drejt. Një betejë që më takon jo vetëm për shkak të sakrificave që kam bërë për Partinë Demokratike dhe për shoqërinë, në fakt, por edhe për shkak të brezit që i përkas, edhe për shkak të mundësisë ndryshe, po edhe për shkak të qëllimit që mendoj që duhet të ketë dhe duhet ta mbaj brezi i ri të një fryme perëndimore që duhet të ketë Shqipëria dhe të një komunikimi tjetër politik, të një mënyrë tjetër të bërit politik, të një ndryshimi të një brezi i cili vjen nga Partia e Punës, nga Partia Komuniste, sillen si tillë dhe po tentojnë ta privatizojnë Shqipërinë. Pra ta privatizojnë jo vetëm deri diku janë arritur ekonomike. Deri diku. Po prandaj po bëjmë këtë betejë. Unë besoj që ka mundësi për të mos e lejuar plotësisht, pra që edhe partitë politike që janë asete publike të kthehen prona private, që edhe institucionet kthehen prona private, e kështu me radhë. E kanë arritur tek pjesa ekonomike, kanë arritur. Do dalim dhe atje. Dua pak te kjo ndjesive. Ke humbur miq Saliani në këtë betejë që ke filluar? Politika nuk ka miq, ndoshta ka vetëm interesa që bien dhe ulen, po si është raporti jot me miqt politik, po edhe ata jo politik? Çfarë ka miq që kam konsideruar dhe i konsideroj miq, pa diskutim që i kam ruajtur. Ka një ligjësi që në politik është vështirë që brenda politikës të ruash, po themi, miqësitë, për shkak se momente të caktuara mund të kesh pa ambicie të njëjta apo përplasje që vijnë për shkak të qëndrimeve të ndryshme etj, por personalisht për të ruajtur miqësitë duhen përgjithsisht dy palë, por unë për sa më takon nuk e vëre fare këtë pjesën e qëndrimit politik dhe i kam ruajtur ato miqësi që kanë të ngushta edhe që po themi për mua vlen edhe nga ana ndjesive dhe emocionalisht etj, por në këtë betejë pa diskutim pasaj që ka edhe njerëz që nuk të ndjekin dot. Pra betejat e forta ka shumë njerëz që po themi nuk i prisje që të jenë në betejë edhe janë, sepse beteja i therret kauza, i therret po themi adrenalina e drejta. E kam thënë që kjo nuk është një betejë e lehtë që po bëjmë ne, por është një betejë e drejtë. Është një betejë për një Shqipëri tjetër, për një parti demokratike tjetër, ashtu siç ka zhgënjime nga njerëz që vinë edhe thonë që të bëjmë, pa në kuptim figurativ, bëjmë luftë, duhet patjetër ndryshojmë, nuk mbahet më etj, dhe jo kur gjojnë krismën e parë, por kur gjojnë që përplasin këmbët ose e fusin vrapet. Po këto janë pjesë të lojës, po i quajmë në politikë, ajo që është pa imagjinueshme ende që vjen nga Partia e Punës në Shqipëri, që ka mbetur si trashëgimi, edhe për shkak të po themi njeriu simbol të Partisë Punës, që është në Partinë Demokratike Hende, Sali Koltuku, ka një po themi ka futur një lloj flame politike, po e quaj kështu, që atë që bënte sigurimi i shtetit në të kaluarën, tenton ta bëj ky ndaj kujtdo, po ta shosh tenton të bëj cilit të biografi, të shpik,
ishte ullë me këte, ante drek me këte, qëndronte me këte. Do flasim edhe për drekat. E ke takuar Taulant Ballën me qira fjala. Jo, po ç'pun kam Ka ngrënë drek se kështu tha, ka drekuar me I vetmi që takon Ballën, Ramën, ku dion, cilët do përfaqësues Partisë Socialiste është Sali Berisha, se janë në një regjim, është regjimi Rama Berisha.